përshëndetje për ty Taulante dhe për Raovicin mos gabofsha. Si po kaloni me sonte? Alo? Po. Taulant më dëgjon si po kalon me TV Prizrenin edhe me emisionin On Night? Një për emisionin jeni në atëherë. Jo, falenderoj shumë edhe unë edhe në gjatin. Në këto momente juftoj që të zgjidhni një zarf. Është skualifikuar zarfi me numrin 7. Atëherë zarfi me numrin 1. Zarfin me numrin 1. E shikon? Po. Okej. E hapim? Më vjen shumë keq Taulant. Të falenderoj shumë për telefonatën ty edhe përshëndesim edhe gjithë Raovicin. Ne mirë gjithë të mirat. Na ka mbritur një telefonat tjetër, emër presim. Alo? Alo, mama. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Artoni nga Suarika. Artan, përshëndetje për ty dhe për Suarikën. Cili numër dëshiron? Numrin 10. Urdhëron? Numrin 10. Numrin 10. Të shikojmë? Numri 10. Ja, ku është numri 10, e shikon? Po. Yes! Artan, ke fituar lojën, të ka qelluar Tiku. Nuk është X për ty, të lutem mos u shkëput nga linja. Butiku Benissimo, i cili gjendet në Bashkëdërhane, për ju femra ofron veshje me stil serioz dhe klasik. Ju mirëpresim. My Pub organizon mbrëmje muzikore me këngëtarët e mirënjohur si Elvana Gjata, Sinan Blasaliu, Ermal Fezullahu, Nora Istrefi, Noizi, MC Çopa, Tingulli Trend. Mbrëmjet organizohen çdo javë vetëm për ju. Për rezervime, kontaktoni në 044 147 306. My Pub. Ndërmarrja tregtare ndërtimore Mjeri Prizren. Ambiente komode, relaksuese dhe madhështore për të gjithë ju, me çmime të arsyeshme. Objekti afarist banesor përmban hapësirë banimi, lokale afariste, qerdhe për fëmijë, ashensor, gjenerator kolektiv, sistem kablor për TV, kyçje në telefon dhe internet, shkallë lëvizëse, parkingje brenda dhe jashtë objektit. Objekti gjendet afër stacionit të autobusave në Prizren. Lehtë për të gjetur, vështirë për të harruar. Ndërmarrja tregtare ndërtimore Mjeri Prizren. Salloni Femrave Hyrmeti që gjendet në Suarik, përballë parkut të qytetit, sjell për ju nga Rover Hair nga Italia, produkte kozmetike profesionale për flok. Na vizitoni, kontakt 044 600 221 dhe 049 888 252. Salloni Femrave Hyrmeti. Pista e mini formulave ka hapur dyert e saj, e vetmja dhe e para në Kosovë. SAS Pista ofron për ju go-kart, organizim të garave, si dhe bar kafe. Ndjeni vete në pistë të vërtet, duke garuar me mini formula në pistën SAS Karting. Ju mirëpresim, pse jo dhe të garojmë së bashku. SAS Karting. Valvis Kompani, e cila gjendet në rrugën Tirana në Prizren, është rezultati biznesit më së 20 vjeçar. Nga viti 2000, Valvis Kompani filloi tregtimin e mishit të gjetit. Në ditët e sotme vazhdon biznesi i kompanisë me importet e bagative të gjalla për therrje, kryesisht nga Slovenia, Çekia, Bullgaria dhe Polonia. Në kuadër të Valvis Kompani funksionon thertoria për therrjen e bagative, si dhe përpunimin e mishit, përpunimin e përshutës, sallamës, salçiqeve, shtalla për mbajtjen e përkohshme të bagative, në Sjashitse me shumicë në Prishtinë, në Vushtrri në Mitrovic, pastaj Maqedoni, Maltë dhe Shqipëri, me tendencë të mbulimit edhe të tregjeve botërore. Tendencë e vazhdueshme e kompanisë është aftësimi i linjave të tjera të prodhimit, duke ofruar ushqim cilësor në sofrat tuaja. Valvis Kompani është dëshmi e suksesit të biznesit vendor.
Jemi rikthyer sërish në studio pasi kemi ndjekur një blok marketingu dhe kemi përfunduar pra me lojën on shot, ku fitues kishim një djalë nga Suarika, të cilin e përshëndesim dhe ftojmë që nesër nga ora 10 mund të vinë në studiot e reja të televizionit të Prizrenit, pikërisht tek rruga Sozi Qelibi, për të tërhequr shpërblimin e tij. Dhe në këto momente ju ftoj që të ndjekim disa çaste muzikore.